Në Malinezi është rikthyer një frazë që dikur shënonte fillimin e dhunës etnike, a ka këtu turq? Kjo pyetje që në vitet 90 shoqëronte sulme ndaj kafeneve dhe dyqaneve muslimane, po dëgohet sërish në forma të tjera, më moderne, por me të njëjtin qëllim, të identifikojë armikun e brendshëm. Historiani dhe publicisti Sherbo Rastoder paralajmëron në një kolumnë për Vijesti se në Maltëzi po zhvillohet një version i ri i neofashizmit, ku urrejtja ndaj tjetrit justifikohet me patriotizëm, ndërsa institucionet zgjedhin heshtjen. Sipas tij, rasti i fundit në Podgorica, ku një politikan shpalli rrejshëm se 100.000 turq jetojnë në Maltëzi, tregon se gënjeshtrat etnike po shndërrohen në armë politike. Më shqetësuese se propaganda është mungesa e reagimit institucional që e bën këtë klimë armiqësie të duket e pranueshme. Crna Gora, shkruan Rastoder, po përgatit apelin e saj për antifashizmin. Në thelb, turku nuk është më një kombësi konkrete, por një simboli të gjithë atyre që nuk përshtaten me mitin e kombit të pastër, musliman, shqiptar, bosnjak apo çdo pakic tjetër që ruan identitetin e vet. Ky është arketipi i urrëties që Ballkani nuk po arrin ta shënojë, dhe që sot po merr formë përmes gjuhës së rrjeteve sociale të nacionalizmit populist. Paralajmërimi i Rastoderit vlen për të gjithë rajonin. Fashizmi nuk kthehet me tanke, por me fjalë të zakonshme që fillojnë të duken normale, dhe kur shteti hesht, historia përsëritet. Pamfleti qëndron qartësisht kundër çdo forme të urrëties etnike, fetare apo kulturore në rajon. Historia e Ballkanit ka treguar se gjuha e përjashtimit është hapi i parë drejt dhunës, dhe se propaganda nacionaliste, qoftë nga pushteti, opozita apo grupime të rreme patriotike, është mjeti më i rrezikshëm për të mbajtur shoqëritë tona të varfra dhe të ndara. Sot, kur në disa vende të rajonit po rishfaqen shenjat e nostalgjisë për pastërtinë kombëtare, detyra e medias është të mos hesht, sepse heshtja është bashkëfaqësi dhe ne nuk do të heshtim.